Zoti Baton? Zoti Meksi, të gjithë na që ke udhëheqi media, e kemi një problem para vetës. Sa vështirë është financohet një media. Kemi këtë. Këto dy biznese që ke, i përdor kryesisht për financimin e MSN-s? I përdor për të bërë pare. Financoj dhe MSN-n, po nuk kanë qëllim për të financu MSN-n. Jo, e di, po, se problem është kur t'jesh brenda biznisit që kolegët ose konkurrentët tu t'japin reklam. Nuk besoj se motivi është financimi MSN-t. Jo, nuk të pyeta, po du me... Pra, nuk është goditur e pjesë. To i ka nisur shumë përpara, s'ka si tjetë, sepse MSN-ja vjen në fund. Pyetja ime është, a keni një ori të fort, të pakt, apo vetëm kalimthi me Ergyz Agasin dhe Ermal Beqiri? Me të dy kam goxha një ori. Goxha një ori. Dhe kur mendoni që kjo një ori u shëndruar në armiqësi, se njeriu e vren këtë, dhe a keni pas ndonjë debat mbi cilin ata kanë kërkuar që koha juaj për akshin ose për biznesin tjetër ka përfunduar dhe tash jemi ne në rand? Jo, s'ka qenë kjo arsye, sepse unë s'isha aty faktor, që nuk është se koha ime mbaroi. Në gjykimin tim, me Ermal Beqirin ka qenë pak a shumë gjithmonë në formën e antagonizmit, si ishim në njëherë shok apo miq. Me Ergyzin jam njohur nga fillimi në 2004 dhe tentuam të ishim miq. Mund ta quaj që për një periudhë 2004 ishim goxha normal, marrëdhënie, nuk mund të them mik është fjalë e madhe, por marrëdhënie normale, afektive mund ta quajmë kështu, nëse termi është i duri. Gjatë 2005-s marrëdhënia ishte shumë e komplikuar për shkak të lajmeve të medias kundrejt tij. Çka ka ndodhur në 2004 me pyetje sporadike dhe e gjenim gjuhën. A keni gabuar? Nuk ka qenë akshi faktor, po thjesht zero te kjo pjesë, sepse ato 2-3 herë që tentuam të hapim në bisedë nuk u vijua gjikundi. Pyetja ime është a keni gabuar, po thoya? A keni gabuar me ndonjë lajm karshi zotit Beqiri dhe zotit... A kam gabuar që s'kam bërë më shumë. Jo, kjo është tash çështje se unë nuk i kam përcjell gjitha lajmet. Ermal Beqiri në momentet caktuar është vonë si emër në skenë, Ergyz Agasi edhe ka qenë i përfolur edhe më herë. Kam gabuar shumë që si kam bërë. Por deri ku kem fshehur lajmet? Kam fshehur mjaftueshëm. Mjaftueshëm. Po, ato 2-3 raste 2024, sa aq raste ishim, i kam fshehur. 2025-ën ishte më ndryshe, marrëdhënia ishte më komplekse. I kemi bërë, i kam bërë 2-3 qefe një 2 herë, pastaj vazhduam nga koriku te duke i bërë. Zakonisht kur ndodh, kur bën qefe, e vërteta e vogël që vjen, shkakton konflikt. Kjo është rregull në media. Se ata kërkojnë sa më shumë të heshtësh dhe kjo e bën konfliktin pashmangshëm. Te rasti im ka shkaktuar më shumë se kaq. Prandaj dhe mënyra në cilën po reagoj. Pra nuk është çështje se nuk ram pazar baton për një lajm. S'ka qenë kur çështje pazari. Është më komplekse se kaq. Mirë, kur kalon nga një qartësi, po themi çfarë ke pas, ose fshehje lajmit për shkak të miqësisë, se zakonisht ndodhin këto raste, a kanë provuar që të provojnë të blejnë lajmin? Jo, s'mund të them. Mirë, një gjë me rëndësi që e thatë në... Bëjnë në mënyra tjera këto batën. Po, për shembull është kaq lek një reklam për botimin e një shkrimi. Që do të rëndom në media. Në media shqiptare. Unë fjalën të media të televizionit me zotit Meksi dhe komunojnë ne, po përgjithësi në të gjithë media do të rëndom. Ka hyrë. Edhe kompani të rëndësishme. Po, ka hyrë në pas vitit 2010. Edhe në botë ndodhte, kupton? Keni thënë shumë një gjë të rëndësishme, Sante. Unë nuk e besoja që do ketë një lloj bisede të tillë dhe hyra me një paragjykim në dorën zemër. Ermal Beqiri the që ka shantazhuar projektet dhe strukturën e AKSH-s. Për arsye se i ka njohur dobësit. Unë e pash intervistën e shefes e AKSH-it, dhe... Të zbresim një moment që të bëjmë direkt pyetjen Meksit. Jo, po du ta lidhim me këtë. Lidhe, po
fragment, pas I të rikthejmë, s'ka problem, po. në pyetje direkte. Kur po flasim të shantazhimi, dhe më thonë, projektet dhe struktura AKSH-s nuk mundet të shantazhohet pa e ditur shefja, apo drejtoresha AKSH-s. Ju mendoni që Ermal Beqi dhe Ergysa Gazi e kanë pas fuqinë e madhe që shefja e AKSH-it e cila u viktimizuat shumë në intervist, ka qenë aqe pa fuqishme që ta mbroj stafin e vetë? Ajo dhe plot tjerë, po. Ajo dhe plot tjerë. Po. Këtë është kujkime madhe se... Në momentin që kanë pasur Ermali, Jorgysi, akses në të dhëna pothuajse pa numër të shtetit shqiptar, nuk di të them kur e ka konceptuar ai idenë e shantazhit, a e ka pas në origjinë apo e ka mësuar rrugës apo halli e ka krijuar, ai ka kaluar në shantazh, po. Shantazhi origjinal është koriku i 2022-shit për mendimin tim, kur dolën dhënat e para të Homeland Justice-it. Ishte mënyra e tij për të treguar dorën tërë pushtetit, jo vetëm Linda Kërcanaj, që unë do i vej flakën sistemit duke ekspozuar çdo gjë, duke krijuar panik. Kjo është edhe një gjë shumë e rëndësishme. Kur po fleti për Homeland Justice, na mund themi se Ermal Beqiri është iraniani i padukshëm i jetës tonë? Nuk e provoj dot, por e kam hedhë si ide, po. S'kam informacion se ta provoj. Zbardhja sa ta mashtrosh publikun, i gjithë shtetit ta mashtroj publikun se kemi atak nga Irani. Nuk është mashtrim në atë sensin që po e thu ti, se e kuptoj ku do të dalësh, por po thua politika ka mashtruar. Aty kemi një raport të disa instancave që ne gjykojmë të pagabueshme, Microsoft, FBI e tjerat, por në botën e informatikës nuk është aq e vështirë të maskojnë këto gjurmësh. Interesin e madh për të bërë të dhe loja, unë e shoh vetëm të ai person për ato procedurat e prokurimit publik që janë bërë atyja. Dhe në vijim e tërë historia, po të retosh me kujdes dosjen e AKSH-it, është një histori konstante shantazhit të palët dhe përfshira. Në momentin që Ergysa Gazi ka dalë me firmën e tij për të faturuar Ermal Beqirin, kushdo që e njeh pak botën e tendrave ka qenë i qartë që ai histori ka qenë e vdekur. Nuk ishte asnjë skenar që një prokuror sado le ta paragjykojmë i kapur apo i favorshëm të ketë qenë, ta fshinte dot. Se është një kompani me tek punëtor, një njëjtën adresë si ajo e Ermal Beqirit, që të faturonte 22 milionë euro, për çfarë arsye, çfarë shpikoi rrotën. Këto lajme fillon të dilnin që momentin e parë kur kompania First në 2015 tetor mori një kontratë 15 milionë euro që të paguar me tek këst. Ne që punojmë me shtetin e di shumë mirë sa lutemi për një pagesë. Sa i vim për dallë institucionet për të marrë ato lekët që le të themi quajmë tonat, dakord? Ky zotëria i merret për 3 javë për një shërbim të vetëm 15 milionë euro. Çka ka bërë një lloj veze që ne se bëjmë dot? Se e njohim kompaninë First, e njohim dhe Gzim Hoxhën, nuk ka një vezë ndryshe nga imja ai. Gzim Hoxha është? Kompania First. Lidhe me pjesën e dytë. Bëjmë qikomorë. Ky ishte te kjo AKSH-i? Po. Tek një pjesë e AKSH-it, jo tamam AKSH-i, një strukturë. Punontes aty apo është biznesmen? Biznesmen. Pra, ashtu si dhe Ermali e plot tjerë. Dhe unë gjykoj që kanë qenë tërkohës Ermali kryesisht ai që ka ushtruar shantazhin dhe shumë të tjetër kapur. Hoxha mos e vllai këtij ministrit. E parëndësishme. Nuk kanë lidhje. E përmendin në disa media. Një pyetje kam. Ju mendoni për të gjëmendje nga kjo temë. Ju mendoni që Ergysi edhe Ermali kanë qenë në armiqësinë mes vete? Apo partner? Jo, partner deri diku, mendoj që Ermali ka shantazhuar dhe Ergysin. Mendoj. Dhe pikrisht Ergysi i takon kësaj strukturës AKSH-it, strukturës i cila është jashtë AKSH-it, por është brenda saj. Po ka më vonë thotë. Le të themi kështu. Atëherë edhe një pyetje që ka të bëjë me paragjykimin që i bëhet tenderimit. Dihet, s'është vetëm te na, është gjithanë në botë që ndërtohet një rrëfim për tenderin që quhen kushtet e tenderimit dhe i dedikohen një kompanie. Shantazhimi ju mendoni që e ka përcaktuar edhe kushtet e tenderimit që të fitoj Ermal Beqiri? Po. Nuk e them unë, thotë SPAK dhe GKO. Po, SPAK-un po. Aty është fakti, kemi letra me detaje pa fund. Te rasti i AKSH-it, i 2 vitet e fundit është fakt, nuk ka asnjë debati. A ndodh në tjera vende do provuar. Gabimi që ne bëjmë shpesh është që të bëjmë tituta l'erba un fascio italiane, të bëjmë gjithë njësoj. Kjo është gabim, se bëjmë pisë çdo kënd dhe dekorojmë të tërë ta luftojmë të fenomen. Arsyeja ndër të tjera, një ndër arsyet që unë po dal të flas është dhe me dhënë kurajo firma ndryshme të IT-s, si unë para 2 vitesh, që të luftojnë të proces. Një mjet është ankimimi, një mjet është ta ekspozojnë atë informacion që kanë.
Gent Progni, ne e ngacmojmë shpesh herë në forma nga mendueshme edhe në përmeme, keq armit bëri ankimim atë inicioi denoncimin ndoshta të parë. Nuk mendoj që ka ardhur fiks nga ai, mendoj që ka pasur diçka paralele të SPAK-ut kundrejt Akshit, por në dijenin publike ai denoncimi i parë në dhjetorin e 2023-shit. Më vonë ankimimet e shoqërisë ABC i dhanë një tjetër korp të fundit. Shumë të tjerë, përfshirë dhe mua, ishim të rrequr si nga denoncimet, si nga ankimimet. Të lodhur, a të mërzitur, a indiferent, a kemi ndjekur teja e trajektore, kjo mbetet për të parë nga rast në rast. Ky moment i dosjes së Akshit duhet na shërbej në një farë mënyrë për të luftuar çik më shumë që mos mbrim të nderexhe baton. Mirë, Endri, kam të një farë dileme të mes të qytetarit guximshëm dhe qytetarit që mbron interesat e vetë. Ose biznesmenit që mbron interesat e vetë. Që janë baton. Pyetja ime është kështu, kur unë nuk besoj që biznesmenët, nga përvoja që kam, mërziten shumë. Ata e nin një farë ankthi kur media shkruajnë, por kur kjo punë bëhet çështje hetimit dhe bashkohet lajmi me hetimin, ata pastaj shqetësohen. Dhe ajo që mua më intereson, sa qytetari Endri Meksi është i futur në dosjen dhe sa ka ndihmuar hetimin dhe strukturën e SPAK-ut që kjo vërtet të del në shesh. Dhe a është arsye se derisa ke qenë në media, unë e shoh ke pas aty këtu lajme, nuk ke qenë i goditur, i kërcënuar apo në një farë mënyrë i shantazhuar. Tash, kur e ke marrë guximin, ka shkuar për te lajmi diçka. A je qytetari Endri Meksi, a është për te lajmi? A është njeri i cili e fakton krimin e këtyre dy persona? Pyetja e parë që bëre ishte çfarë roli kam pasur. Unë kam pasur 0 rol të dosje, s'kam as merit. Unë po e shfrytëzoj atë dosje për ta qartësuar sa më shumë, duke shpresuar të kombinoj interesin tim dhe të publikut, kaq. Do të thonë, ti gjërat i ke mësuar nga dosja apo i ke ditur? I dia paraprakisht në sensin e rrethanave të ndryshme që friteshin rreth Akshit, i dia nga IT të ndryshëm që tregonin, por dosja është tjetër gjë komplet. Dosja është shumë e plot, është me shumë detaje që po të lexosh me kujdes kupton shumë më shumë. Padyshim, duke qenë unë një sipërmarrës që merret në procedura dhe në detaje vet, e kam pasur më të lehtë për ta lexuar, duke qenë që njoh dhe institucionet përveç DSIK-s që nuk e njeh, gjithë të tjerat i njeh, që përfshin atë aferë, e kam pasur, do të thëja, shumë të lehtë për ta tretur me goxha shpejtësi këto ditë që më është dashur dhe për të raportuar. Por nuk e kam bërë, e theksoj prapë edhe një herë, se ka shumë rëndësi mendoj për të qenë sa më i vërtet, pasi historia nuk nisi për arsye të publikut, nuk kam bërë kur për interesin e publikut. Po e bëj sakt. Se ka pjesë publikut që ta pëlqejnë dhe do të shijoj, me shumë kënaqësi le të kënaqen. Nuk ka qenë kur qëllimi im. Për atë punë janë gazetarët e MCTV-s, ata e bëjnë dhe bëjnë shumë sakt. Përfshitu juve si ekip live. Atëherë kur interesimin atë sens. Atëherë edhe një pyetje këtu kur kanë halle njerëz të biznesit o kushdo që ka halle dhe nuk i sqaron, atëherë nga një situatë ai shndrohet në një njeri që shantazhon dhe është afër të qenurit kriminal. Edhe pse shantazhi është një lloj krimi. Meqense jeni udhëheci një mediumi. A mendoni që duke qenë i guximshëm të flasësh për këto, ke të bëjsh me kriminal apo ke të bëjsh me dy të njohur? Është më komplekse. Nuk mendoj që janë ata dy vetëm përfshirë. Mendoj që është një rrjet më i madh interesash, po s'është se do një guxim natë për të marrë me ta, se po merrem gjithë periudhën se ka ndryshuar një situatë. Ti the kur ke një hall, unë do të ta saksoja në rastin tim për ata që mund të keq kuptuar mënyrën si ti nisë fjalin, nuk kam asnjë hall. Kam një fola për hallin. E di, po sa rreth veten time. Unë për veten time kam një problem për të zgjidh, nuk është hall. Është si problem aritmetike, le të themi kështu. Dua të gjej diçka kaq. Në të sens, hyra kësaj historie dhe po vazhdojmë me shpresë që disa gjëra të jenë më të qarta për gjithë publikun interesuar. Ata që kanë hallin të rast, nuk mendoj që çfarë ne po themi këtu ka 3-4 javë, ndryshon gjë për situatën penale as zotit Agasi, as zotit Beqiri. Ajo dosja është më së e kopsitur, as për Kacanajin. Pra nuk po e bëj për këta të tre në veçanti.
Për ata biznesmenet e tjerë përfshirë aty që bëjnë gjithë skuthat dhe bëjnë se unë nuk din asgjë, për ata kam qef ta bëj, po, për qenë sinqert. E bëj me shumë kënaqësi madje, sepse kanë vite që përfitojnë dhe bëjnë çdo herë në çdo kafenesë se unë nuk dinin asgjë, janë gjithë viktima. Kur lexon atë dosjen kupton që ishin shumë më të njohur detaje. Gjithmonë do bënin këtë që nuk dinin gjë, ne s'marrin vesh, ne s'kuptojmë, ne s'dim, i bëjnë mali, i bë ky, i bëj jo. Jo, ishin shumë më të ditur. Ermali ka blerë kompaniera, siç rasti kompanisë Horizon, me kontrata të majme në fuqi dhe i ka blerë për i çap buk. Do të jesh çaj idiot kur e shetet kompaninë. Ta morën me dhunë, denoncoje. Ja sot që po flet me Exit, di denoncoje edhe ti. Për kompani IT. Sekond. Kompania IT